Spektakli i së martës në Big Brother VIP Albania 4 solli një moment tejet emocional ku këngëtarja dhe aktoria Rozana Radi ndau me publikun linjën e saj të jetës. Në një rrëfim prekës, ajo foli për sfidat e mëdha me të cilat është përballur, përfshirë humbjen e prindërve në moshë shumë të re, si dhe përpjekjet e saj të vazhdueshme për t'u bërë nënë, të cilat deri më tani nuk kanë pasur sukses. Rozana tregoi se ka pasur më shumë se 2 shtatzani të dështuara dhe për këtë arsye, para se të hynte në Big Brother VIP Albania 4, vendosi t'i jepte lirinë partnerit të saj duke u shprehur se nuk mund ta mbante peng për pamundësinë e dhurimit të një trashëgimtari. Ajo pranoi se e ka marrë këtë vendim pa e informuar partnerin, por surpriza e madhe erdhi nga prezantuesi Ledion Liço, i cili i lexoi një mesazh të ndjerë të dërguar nga partneri i saj. Ky moment i mbushi syt me lodh jo vetëm Rozanës, por edhe të gjithë të pranishmëve në studio dhe publikut nga ekrani. Por surprizat nuk përfunduan me kaq. Big Brother VIP Albania në bashkëpunim me Tamber Clinic vendosi t'i mundsojë Rozanës të gjitha trajtimet e nevojshme për të realizuar ëndrrën e saj për t'u bërë nënë. Me shpresë të madhe, ndoshta që vitin tjetër, kur unë të jem duke bërë Big Brotherin, do të më vi një mesazh nga ty që të më thotë: "Hey, ja dolëm", tha Ledioni duke emocionuar sërish publikun. Ky moment tregoi edhe një herë fuqinë e dashurisë dhe mbështetjes, duke dhënë shpresë dhe frymëzim për të gjithë ata që po kalojnë sfida të ngjashme.